Më shumë se 1 në 3 familje shqiptare kanë të paktën një antar migrant, duke e kthyer migracionin në një realitet të përditshëm për mijëra familje në vend. Sipas anketës së migracionit 2024, 37% e familjeve kanë ose një antar që ndodhet aktualisht jashtë Shqipërisë, ose një të afërm që ka jetuar jashtë dhe është kthyer. Në 5% të rasteve, familjet kanë më shumë se një antar migrant, çka tregon se largimi nuk është episodi i izoluar, por një cikël i vazhdueshëm. Migrimi nuk prek njësoj të gjithë territorin. Berati rezulton me shkallën më të lartë të migrimit, ku rreth 69% e familjeve kanë përjetuar largimin e një antari. Edhe në Vlorë dhe Lezhë, 1 në 2 familje raporton se ka migrant në familje. Ndërsa Berati dhe Vlora kanë më shumë migrant të kthyer, Lezhë kryeson për familjet me antar aktualisht jashtë vendit. Nga ana tjetër, Gjirokastra, Kuksi dhe Dibra shënojnë nivele më të ulta migrimi. Kjo të lidhur kryesisht me izolimin dhe varfërinë, ndërkohë Tirana, si një qendër ekonomike, ka gjithashtu një përqindje relativisht më të ulët të familjeve me migrant, duke reflektuar mundësi më të mëdha punësimi në vend. Profili i migrantëve ndryshon sipas destinacionit. Migrantët që shkojnë drejt Europës perëndimore, veriore dhe SBA-s kanë në përgjithësi nivele më të larta arsimimi. SBA-t rezultojnë destinacione me migrantët më të arsimuar, ku gati 1/3 e shqiptarëve mbi 25 vjeç kanë përfunduar arsimin e lartë. Nga ana tjetër, Greqia mbetet destinacioni ku përqendrimi i migrantëve me arsim të ulët është më i madh, duke treguar një ndarje të qartë të migrimit sipas aftësive dhe mundësive. Migrimi shqiptar mbetet kryesisht një fenomen i dominuar nga meshkujt. Rreth 3/4 e migrantëve aktual janë burra, ndërsa një prirje të ngjashme vëret edhe tek migrantët e kthyer. Çekullibra gjinor janë vërtetërisht të theksuar në Mbretërinë e Bashkuar, Greqi dhe Gjermani, ndërsa vetëm tek migrantët me arsim të lartë vjet një shpërndarje më e barabartë gjinore. Të dhënat e anketës tregojnë se largimi ndodh kryesisht në moshë të re. Gati 80% e migrantëve janë larguar nga Shqipëria para moshës 35 vjeç, ndërsa kthimi ndodh më vonë në jetë, shpesh pas periudhave të gjata jashtë vendit. Një pjesë e migrantëve kthehen edhe pas daljes në pension, megjithëse mesatërisht rikthehen më të rinj se popullsia jo migrante. Ndërkohë, nga ana tjetër të ardhurat jashtë vendit mbeten më të larta se në Shqipëri. Realiteti financiar nuk përmbush gjithmonë pritshmëritë. Migrantët kanë prirje të mbi vlerësojnë fitimet dhe kursimet që mund të arrijnë, ndërkohë që shpenzimet e larta mujore përkufizojnë ndjeshëm mundësitë për të kursuar. Mbi 1/4 e migrantëve të kthyer raportojnë se nuk kanë arritur të kursejnë para gjatë periudhës së migrimit, ndërsa migrantët aktual arrin mesatërisht kursime modeste. Edhe remitancat, një nga burimet kryesore të ardhurave për familjet shqiptare, vazhdojnë të dërgohen kryesisht përmes kanaleve informale, duke mbetur jashtë sistemit financiar. Kjo e bën migrimin jo vetëm një histori largimi, por dhe një mundësi të pashfrytzuar për zhvillimin ekonomik të vendit.